qytet mal dhe një qyteze mirëfillt turistike që po merr jetë aty në mes. Blue Borgo, projekti ndërtuar mbi filozofinë e harmonisë mes natyrës dhe zhvillimit bregdetar të Velipojës, ku arkitektura nuk sfidon peizazhin, por bëhet pjesë e tij. Resorti turistik Blue Borgo është një resort turistik i cili është ndërtuar mbi bazën e filozofisë Krijo Destinacion. Ky projekt ka një masterplan të mirëfillt, të projektuar me shumë kujdes, infrastruktura është parashikuar qysh në fazën e konceptit DES. Ky resort do të ofrojë të gjitha shërbimet me konceptin e një qyteti, një qytet i mirëfillt. Aty është parashikuar që trafiku të jetë kryesisht këmbësor, por absolutisht i alternuar dhe me mjete elektrike. Pra, siç e përmenda dhe më sipër, koncepti Blue Borgo parashikon të ketë një ekonomi të qëndrueshme dhe një sezon turistik 365 ditor, dhe jo një resort sezonal tipik vetëm në muajt e verës. Pozicionuar si qendra e re e turizmit bregdetar gjithvjetor me 5 yje në pjesën veriore të Shqipërisë, Blue Borgo lidhet me Tiranën në rreth 1 orë. Në rreth 1 orë e 45 minuta rezorti mund të vizitohet nga Podgorica e Malit të Zi, 3 orë e 45 minuta nga Prishtina dhe rreth 4 orë e gjysmë nga Shkupi i Maqedonisë Veriut. Tani synohet për disa vitesh që të ketë turizëm në të 4 sezonet, është shtrirë besoj në rreth 6 muaj, duhet jetë shtrirë tashmë. Ka të bëjë me mënyrën sepse të rinjt krijojnë punë të cilat janë të një standardi, pra nëse ti punon të një hotel me 5 yje në Republikën e Shqipërisë, e njëjtë është sikur punosh në Francë apo në Spanjë apo në gjithë vendet bregdetare. Pra, kemi një zhvillim profesional brenda një kulture edhe një sektori shërbimesh i cili është një sektor që mendoj edhe për Europën është strategjik në vetvete, sepse nuk është se industria është në maksimum. Projekti Blue Borgo, që tashmë ka filluar punimet, konsiston në një resort turistik me 33 struktura akomodimi me nga 3 deri në 10 kate mbi tokë dhe parkim nën tokë. Disa godina janë tërësisht rezidenciale, ndërsa disa të tjera përfshin ambiente tregtare në katin 0. Ambientet janë të projektuara në stilin modern mesdhetar. Është tipologjia e investimit që i duhet Shqipërisë ndoshta 25 vjet më përpara. Sepse duke pasur investime të tilla që vinë me komplekse, me strategji, me ide, që në vetvete përfshin dhe urbanizimin e asaj zone, automatikisht krijon atmosferën e dur. Ndoshta, po të kishim ecur me këtë ide që ne po mundohemi ta praktikojmë sot, përpara 25 apo 30 vjetësh, nuk do të kishim këtë kaosin me cilën përballet bregdeti shqiptar sot. Mes Ranës së Hedhun dhe Velipojës, në një nga vijat më të bukura dhe më pak të zhvilluara të bregdetit shqiptar, po merr formë një investim që synon të ndryshojë profilin socio-ekonomik të zonës. Resorti do të jetë i përbërë nga ambiente sportive multifunksionale të hapura dhe të mbyllura, tenis, padel, basketbol, fusha futbolli, minigolf e plot aktivitete të tjera. Që me fazën e fillimit të ndërtimit të këtij resorti turistik është ndjerë rritja e vendeve të punës, duke filluar nga vende pune në teknik, ndërtimi, në furnitor, në transport, apo dhe në kompani lokale të cilat duan të bashkëpunojnë për të ndërtuar këtë resort turistik. Më pas, do të kalojmë në fazën e operimit të këtij resorti turistik. Do të hapen vende të reja pune në hoteleri, do të hapen vende pune në restorante, në zonat e spas, wellness e tjerë. Vetëm në fazën e punimeve planifikohet të krijohen 3000 vende pune, shifër kjo e cila do të pasohet nga 1000 vende pune gjatë fazës së operimit të qytetit resort. Baks Rjolli ka qenë për vite me radhë një territor me potencial të pashfrytzuar, me infrastrukturë të kufizuar dhe aktivitet sezonal të reduktuar. Sot me projektin Blue Borgo, Velipoja në veçanti dhe Veriu në përgjithësi, pritet të hyjnë në një fazë të re zhvillimi që i jep jetë 365 ditë në vit.
Po sepse në radhë të parë, në qoftë se bëhet një resort i ri me këto hotele, me ato që quhen me hyje shumë, pra të standardit të lartë, atëre ke edhe punojësit që merren nga zonat përreth, ke edhe shumë më tepër ushqime që porositen nga fermat përreth. Kështu që është një turizmi, pra gërthen shumë aktivitete brenda aktivitetit turistik. Ke kulinarin, ke suveniret, ke transportin, ke edhe si thoshte ato që na intereson kryesisht, por jo vetëm, që është vendi i ri i punës, burimet njerëzore. Por teksa kamionët i lënë radhën njëri tjetrit për të sjellë bazën, materiale dhe eskavatorët çajin tokën e kthyer në kënet të mbuluar me bime shkurre nga njëra anë në përpjekje për të hedhur themelet e destinacionit të ri turistik, nga tjetra. Disa individ prej kohësh protestojnë dhunshëm pranë kantierit, me pretendimin se janë banor të zonës dhe argumentin se toka ku po ndërtohet është e tyre prej vitit 1920. Disa persona madje kanë hyrë me forcë në kantier duke ushtruar dhunë fizike ndaj punojësve, thyer pajisje pune dhe dëmtuar makineri. Në mënyrë të padiskutueshme ka një vlerë reale shumë të shtuar, ajo që shumë e rëndësishme, qoftë për institucionet qendrore, qoftë për institucionet lokale, duhet të jenë nga pikpamja ligjore, nga pikpamja institucionale, shumë të qartë për mënyrën se çfarë mund të ofrojnë për biznesin privat, për kompanitë private, për brendet, për kompanitë që ofrojnë këto brendime të tilla, këto struktura të tilla akomoduese. Por as pretendimi dhe as argumenti nuk janë të vërtet. Siç policia e shtetit tregoi, pjesa dërmuese të procedurave që sulmuan punojësit dhe makineritë e Gener 2, një nga shoqëritë lider në Shqipëri, e mirënjohur për standardet e larta në këtë sektor, nuk ishin banor të zonës, por nga fshatrat Luarz, Pulaj apo Torovic. Të kemi resorte me nivel të lartë në mënyrë që të thithim sa më shumë turist, qoftë edhe nga turistët vendas. Pra ne kemi goxha familjen ndër nesh që kanë të ardhura mesatare ose mbi mesatarën. Ata përse duhet të shkojnë në hotele me 5 yje në vende të tjera, nëse do t'i kenë këtu. Dhe është mirë që edhe veriu të zhvillohet në këtë mënyrë. Edhe në ngjarjet më të komplikuara me dinamizëm dhe intensitet të lartë zhvillimesh, nëse hapat e ndërmarr merren dhe vjen në rend kronologjik, mund të kuptohet shumë, ndaj t'i marrim faktet me radhë. Projekti ka marrë leje ndërtimi përfundimtare pas përmbushjes së të gjitha procedurave ligjore dhe teknike, duke respektuar çdo hap administrativ, mjedisor dhe urbanistik, përfshirë edhe zhvillimin e dëgjesave publike me komunitetin. Një rol shumë të rëndësishëm, ato duhet ta orientojnë qoftë publikun, po qoftë edhe privatin në këtë rast në një terren ku dhe gjithë situata të jetë qartësisht e pastër nga pikpamja e statusit të pronave, nga pikpamja e kuadrit rregullator, me qëllim që të shmangit çdo konflikt në këtë aspekt. Në këtë proces, marrëdhënia juridike me pronën është lidhur me pronarin që disponon dokumentin ligjor të pronësisë të certifikuar nga autoriteti përkatës shtetëror, Agjencia Shtetërore e Kadastrës. Pretendimet se projekti ndërtohet mbi pronën e këtyre individëve apo se ekziston një vendim gjyqësor që pezullon projektin janë të pavërteta. Deri më sot, këta individ nuk kanë paraqitur asnjë dokument ligjor nga Agjencia Shtetërore e Kadastrës në lidhje me statusin aktual si pronar mbi pronën e pretenduar prej tyre. Procesi gjyqësor për të cilin është përfolur në mënyrë tendencioze, siç mund të shihet edhe nga harta ilustruese, nuk ka asnjë lidhje me perimetrin, ku aktualisht po zhvillohet projekti Blue Borgo. Çdo interpretim tjetër garantojmë se është spekulativ, i pabazuar në dokumentacion dhe kontribuon në krijimin e një perceptimi të rrem në opinionin publik.
Të gjitha institucionet kompetente janë shprehur pozitivisht mbi projektin, ndërsa çdo hap është shoqëruar me dokumentacion të plot teknik, ligjor dhe mjedisor, duke përfshirë këtu edhe dëgjesat publike me banorët e zonës. Truolli është kontraktuar përmes një transaksioni tërësisht të ligjshëm, të mbështetur në dokumentacion të plot pronësie në posedim të zotruesit Fatmir Shpellza. Pronësia në të gjithë territorin e projektit është 100% private, që do të thotë se nuk ka asnjë metër katror tokë shtet. Ndërkohë që asnjë nga pretenduesit nuk ka paraqitur ndonjë dokumentacion ligjor që provon një të drejtë të tillë mbi sipërfaqen e projektit. Gener 2 garanton se gjatë të gjithë këtij procesi nuk është cënuar asnjë e drejtë pronësie e askujt, nuk është shkelur asnjë interes i ligjshëm i palëve të treta që disponojnë dokumente të vlefshme që vërtetojnë pretendimet e tyre të pronësisë, por ka ndërtuar marrëdhënien me pronarin në emrin e të cilit është i regjistruar titulli i pronësisë mbi pronën. Në asnjë fazë të procesit nuk ka pasur problematika ligjore apo kontestim të mbështetur në dokumente zyrtare që mund të cënoj vlefshmërinë e projektit. Mes Ranës së Hedhun dhe Velipojës, aty ku deti takon malin, sot nuk po ndërtohet vetëm një resort, po testohet edhe aftësia për të balancuar zhvillimin me të drejtën e pronës, një provë që shpesh ka ndar komunitete, investitorë dhe institucione. Ndërkohë, vizioni për një destinacion të ri turistik që synon ta kthejë zonën në një qendër gjithvjetore zhvillimi mbetet i gjallë. Vizioni Blueborgos nuk është vizioni thjesht për të ndërtuar një projekt kompleks turistik. Është vizioni për të ndërtuar një qytet të strukturuar, të mirë menduar, qysh në fazën e koncept ides. Ky qytet do të rrisë në mënyrë graduale vlerën e pronës përreth, do të rrisë vendet e punës, do të zgjasë sezonin turistik, absolutisht do të rrisë dhe reputacionin e vendit në rajon e më gjerë. Blueborgos sot është më shumë se një kantier, është një provë, një test për modelin e ri të turizmit që kërkon Shqipëria, një provë për institucionet, për komunitetin, për investitorët. Kompania Gener 2 mbetet e vendosur për të vijuar realizimin e projektit Blueborgo brenda aktiviteteve të parashikuara me standardet më të larta bashkëkohore të ndërtimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm në respekt të plotë të ligjit, duke e bërë këtë projekt një stacion të rëndësishëm turistik.